shpejt me këtu intervenime se vetëm kështu ne mund ta përmirësojmë gjendje e cila është e mjerueshme dhe pamja për cilën unë e posh tash nga dhonat në televizion që tash pam sinqerisht i përkasin një spitali jo të këtij shekulli, po të shekullit 18, që mu i me thonë që është i barabart me disa shtete që ne i shohim filma të Meksikës, atje meksikanë që bojnë trafikimin e njerëzve, pamjet e tilla janë në vende ku ata i përdorin dhe i abuzojnë fëmijët ose të rriturit. Kështu që po vjen keq që po bëj këtë krahasim, po me të vërtetë është për keqardhje në shëndetësinë e këtij shekulli dhe njerëz që dalin, marrin përgjegjësi dhe deklarohen se ne po bëjmë më të mirën për investimet në shëndetësi, në spitale dhe në cilësinë e ofrimit të kujdesit. Ndërsa gjendja reale është ja kjo është që po shihet qartë. Mirë, zotëri Elshali, tash dalim tek ajo pyetja se si ndikon tek një pacient ndoshta këto kushte spitalore. Sigurisht që dhimbja, smundja nuk pyet askënd, por e detyron njeriu